Bashkë me ndihmën dhe kontributin e tyre që po japin në terren, krerët e komuniteteve fetare nuk kanë kurrësyer as apelin ndaj qytetarëve në këtë ditë kur vendi po përballet me vatra të shumta zjarresh që po djegin masive të pyjore e po rrezikojnë jetë njerëzish. Atë Mario Tarantino, administratori i diocezës së Sapës, bën thirrje për më shumë përgjegjësi dhe kujdes ndaj mjedisit. Pa kujdesia jon po përpin male fusha e shtëpi, thot kleriku i kishës katolike. Si kishë katolike, po ndjekim situatën e vështirë, alarmante krijuar në disa zona të qeverisë. Si diocezë në mënyrë të veçantë po ndjekim situatën e krijuar në zonën e Gojanit, ku zjarri, siç po shohim fatkeqësisht në lajmet e këtyre ditëve, po përpin e po djeg çdo gjë. Me shumë trishtime keqardhje shohim që malet e Shqipërisë dhe lisat e gjata janë bërë shkrum e hi po shkak të pakujdesit tonë. Në mënyrë të veçantë, shpreh afirmitetin tim dhe afirmitetin e gjithë diocezës sonë atyre banorëve që kanë humbur shtëpitë e tyre dhe në ta kanë humbur edhe çdo gjë. Mesazhi im është së pari një bekim për të gjithë ata që në këtë ditë janë angazhuar maksimalisht për ta shuar zjarrin. Falenderojmë Zotin, me sa duket lajmit e fundit thonë që situata është nën kontroll fal mundit të tyre. Ky falenderim e ky bekim bëhet edhe apel për të gjithë shqiptarët që të jemi më të kujdesshëm në ruajtjen e ambientit e natyrës që Zoti na ka falë. Mendoj që kjo është përgjegjësia e të gjithëve për t'i larguar rreziqet, për të mos ndezur zjarre, sidomos në këtë periudhë kaq të vështirë, kaq të thatë. Edhe me ftyrë i Pukës, Gëzim Kopani dënon zjarret e qëllimshme në territorin e kësaj bashkie, duke thënë se po sjellin një dëm të madh për banorët. Të kenë kujdes nga zjarret, zjarri nuk fal, jeta është e shenjtë, edhe malet janë shenjta. Nëse këto zjarre janë vendosur qëllimisht, unë patjetër që i ndënej këto kushdo që nëse e kanë vendosur qëllimisht. Në këtë rast, unë do të shpreh falënderim të veçantë për forcat e ushtrisë, shtabin e emergjencë, sot ndodhen me drejtorin e shërbimeve, me administratorin e Xhexhanit dhe të tjerë, të cilët janë të bënë një punë shumë të madhe që ky zjarr mos hapet. Patjetër, edhe natyra është shumë e shenjtë, gjallëset janë shumë të shenjta, janë të bekuara. Domethënë, ky zjarr, në atë vend ku ka rast zjarri, don 100 vjet që ai të ri marr veten. Po këtu aprish gjithçka, gjithë ato gjërat që banorët e kanë shfrytzuar këtë mal për bakti, për boranica, kërpudhat, e gjitha këto janë prash një dëm i jashtëzakonshëm. Në Pukë, përveç 3.000 hektarëve janë djegur edhe 3 banesat pa banuara dhe që atje një banesë tjetër. Zjarri vijon të jetë aktiv dhe një situatë problematike në të gjithë territorin, pavarësisht ndërhyrjeve që po kryen nga toka dhe ajri.